emërimin e sheshit me emrin e Kolosit. Kuvendi komunal i Ferizajt u mblodh në një seancë të jashtëzakonshme. Këshilltarët komunal morën vendim që sheshi afër teatrit të qytetit të emërtohet me emrin e shkrimtarit Ismail Kadare. Para se kuvendi ta votoj këtë vendim, kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa dha një varg arsyesh dhe faktesh që një shesh i Ferizajt të titullohet me emrin e këtij shkrimtari të shquar. Ai njoftoi se Ismail Kadare gjatë vizitës në Ferizaj do t'i ndahet çmimi finesa që jep komuna Ferizajt në bazë të rregullorës për ndarjen e çmimeve dhe dekoratave. Kadare sot paraqet vlerën sipërore të letërsisë shqiptare dhe konsiderohet ndër shkrimtarët më të mëdhenj të kohës sonë në përmasa botërore. Besoj se nuk ka nevojë për ndonjë arsyetim të veçantë të kësaj ideje, sepse të gjithë e dim dhe e pranojmë se vizita e këtij kolosi të letrave do t'i bënte nder çdo vendi mikpritës. Prandaj më duket se kemi rastin e rrallë që t'i ofrojmë mikpritje Ismail Kadares ashtu siç e meriton. Unë jam i bindur se vizita e tij do të ketë ndikime të shumëfishta tek qytetarët e komunës së Ferizajt, sepse shumica prej tyre janë lexues të Kadares dhe kanë simpati dhe dashuri për te. Ky vendim u prit jashtëzakonisht mirë edhe nga përfaqësuesit e partive politike në kuvendin e Ferizajt. Unë konsideroj se një veprim i tillë, më shumë se Ismail Kadarin, në ndërën neve, asamblezëve, organet komunale, qytetarëve tonë dhe vetë qytetin e Ferizajt. Në ndërën sepse figura e shkrimtarit tonë të minjor, shpërfaqës në vete një vlerë kombëtare, e cila ka kaluar kufit e vendit tonë. Ne qytetarët Kosovës jemi të vetëdijshëm se jemi rrit gjithherë me emrin e tij dhe jemi mbur me emrin e tij. Prandaj edhe grupi jonë do të jetë i gatshëm që të aprovoj këtë pikë të rendit ditës si për shpërblimin që do ta merr finesa dhe për sheshin që do të quhet tani tuti Ismail Kadare. Natyrisht ne si subjekt politik shprehemi mirënjohjen duke propozuesin e pikës për emërimin e sheshit me emrin tani më kolosit të letërsisë shqiptare Ismail Kadares. Por ne është një nder i veçantë sepse kur dihet që vepra e Ismail Kadares është vlerësuar, është lavdruar nga kritikët dhe lexuesit botror. Prandaj kam kënaqësinë po ashtu të falenderoj kryetarin veçanti propozuesin drejtorinë për kulturën dhe sport që na kanë dhënë këtë nder që sot ne të votojmë emërimin e këtij sheshi në emër të shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Sigurisht se gjithë e përkrohemi një iniciativë tillë, absolutisht është një propozim tillë me që na bën nder gjithë jemi rritë dhe kemi krenari që jemi bashkumas të Ismail Kadares. Sigurisht gjithë ndjehemi jo të lumtur që ende i mungon Nobeli i tretë popullit shqiptar që e meriton Ismail Kadare, megjithëse është nominuar disa herë, ka marrë çmime të tjera, po çmimi Nobel ende jemi në pritje dhe uroj që shumë shpejt atë çmim ta merr që në një mënyrë është çmim për popullin shqiptar. Për me lidh ato që shpesh gjithë kemi problem tek skili ky humbës i madh gaz, ai e paraqet një element shumë të rëndësishëm që na dhem gjithëve. Secili nga ne kemi dhimbje për vepra që do t'i lëmë. Çka do të ndodhë me veprat tona? Ku do të tretën? Kush do të na i zhduk ato? Edhe jemi dëshmitar që secili nga ne i zhdukën shumë vepra. Unë jam edhe ne si organizim. Drejtues të pushtetit lokal njoftuan se Ismail Kadare do të qëndrojë në Ferizaj nesër në orët e pasdites, ndërkaq në aktivitetet që do të organizohen për pritjen e tij do të marrin pjesë një numër i madh i mysafirëve nga vendi dhe rajoni.